Të qeshura dhe momente të veçanta shijoi spektatori shkodran në natën e parë të varietes Kartolinën Tadërgova, organizuar në Teatrin Migjeni për festat e fundvitit. Emrat e mëdhenj të humorit shqiptar, mjeshtrat Zyliha Miloti, Dran Dexhaj dhe Besnik Çinari, si dhe artistët e rinj, sollën momente pikante dhe larmi interpretimesh, duke bërë këtë natë edhe më të veçantë. Jam shumë i lumtur që peshën e estradës së Shkodrës tash kanë filluar me e marrë të rinjt në dorë. Jena shumë të lumtur, ndjena shumë krenar që skenën e ndaj me ikonat e humorit. Sot kishim të pranishëm Zyliha Milotin, Besnik Çinari, Dran Dexhaj, edhe është një krenari shumë e madhe që të rinjt me nda të njëjtën skenë, me një skenë me plot peshë, me nda me këto ikona, edhe premton vazhdimsi. Unë para 11 viteve pikërisht e kam fillu me estradën profesioniste në këtë skenë dhe edhe sot lujm për kratyne, lujm me ta dhe mendoj që është një satisfaksion shumë i madh për ne, për të rinjt sidomos, edhe jam shumë i lumtur që publiku e priti shumë mirë dhe ka shërby tamam si që ka edhe titullin Kartolinë për fundvit. Kënaqësi gjithmonë më kthy në Teatrin Migjeni, në vendin ku e kam nis çdo gjë, në vendin ku jam rrit, është gjithmonë kënaqësi dhe emocioni dyfisht. Projekte shumë të bukura që na presin, do të thotë që është një rikthim i jemi këtu dhe një rikthim shumë besoj i dashtun edhe mirë pritun nga publiku, sepse me këto duhet rritje që morëm sonte, ato ishin përgjigja dhe motivimi më i madh. Emocionet për estradën sigurisht që janë gjithmonë emocione pozitive. Të japësh estradë në Teatrin Migjeni dhe në qytetin që e dëshiron estradën, sigurisht që është gjëja më e mirë që mund të ketë një aktor. Është qyteti humorit i cili nuk e ka braktis kurrë. Nuk ka braktis kurrë estradën e qytetit, por edhe të japësh humor për këtë qytet, edhe për këtë spektator sigurisht që është një kënaqësi jashtëzakonisht shumë e madhe, sepse gjithmonë ky spektator të pret jashtëzakonisht shumë mirë. Shumë emocione. Në fakt kena dalë për herë të parë te Lulebora, që ishte para 2-3 muajve dhe sot ishte hera 2 që dilshim. Një performancë komplet ndryshe, ka nga Bulqizake, por mendoj që u realizu shumë mirë, emocione kishim shumë, por emocione të mira, publiku na priti shumë mirë, shumë publik i dashtën. Na shkanalizoni pak a shumë me këngën edhe jena një më mirë në këtë këngë. Ishte edhe kënga e hareshme që u përshtat të formatit të koncertit sonte. Një emocion, është një emocion shumë i madh kur e mendon se i të nda skenën me mjeshtrat më Zyliha Miloti, Besnik Çinari, Dran Dexhaj. Është një emocion i madh. Ne të rit mundojmë të dhajmë maksimumin, por e që kanë bëjta me gjithmonë e ka me met. Kartolinën Tadërgova mbyll kështu vitin 2025 në një atmosferë festive në Teatrin Migjeni.